Ishte mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesdi, do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme kemi filluar me disa minuta vonesë për shkak të zhvillimeve të fundit politike në vend. Ndërkohë që ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur do të flasim për vrasjen e një voglusheje në vitin 1997, brenda ambienteve të banesës së saj. Shtëpia e prindërve aktualisht, por edhe vrasjes që është bërë 14 vjeçares në 10 korrik të vitit 1997 është shumë pranë ambienteve të komisariatit të Peqinit. Prindrit nuk kanë rreshtur së kërkuarit drejtësi. Aktualisht ajo me 10 korrik të këtij viti mbush 20 vite që ka vdekur. Duhet ishte 34 vjeç dhe prindrit gjithmonë kanë kërkuar të vihet e drejta në vend. E drejtë e cila i është mohuar edhe ditën e sotme, për cilën ne do flasim për këtë histori, por do marrim dhe orientimin e duhur ligjor dhe atë mbështetje të madhe psikologjike që japim vazhdimisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Ervisa Lula dhe rikthehemi me prindrit e voglushes në këtë studio. Ishte viti 1997, një viti i vështirë për të gjithë shqiptarët, të cilët në memorien e tyre kanë të arkivuar e ngjarje dramatike. Familja Bufi nga Peqini është rënditur aq fort sa ende dhe sot vazhdon të vuaj pasojat. Ishte ora 7 e mëngjesit, asnjëri prej prindërve nuk ndodhi në shtëpi. Policia ishte duke kryer një aksion dhe nga të shtënat e tyre ka mbetur e plagosur rënd Matilda 14 vjeçare, e cila në ato momente ndodhej në shtëpi si çdo ditë së bashku me gjyshërit e saj. Komisariati i policisë ishte përballë shtëpisë së familjes Bufi. Disa efektiv kanë mbërritur në shtëpinë e tyre dhe kanë marrë vajzën, e kanë çuar drejt spitalit të Peqinit dhe sipas rrëfimit të dëshmitarëve, ajo ka ndruar jetë pikërisht në shkallët e këtij spitali. Pas ardhjes me urgjencë në shtëpi, prindërit, nëna Xhevaire dhe babai Bashkim, kanë marrë lajmin e kopshëm që e bia nuk jetonte më. Pas debateve të shumta me policinë dhe insistimit të tyre për të marrë vesh të vërtetën, ata janë përballur fillimisht me premtime dhe më pas heshtje. Ka 20 vite që kërkojnë të zbardhet e vërteta e vrasjes së Matildës së tyre, e cila u vra pa bërë asnjë faj. Me dhimbjen e thellë të humbjes së vajzës, ata kanë ndjekur çdo rrugë ligjore për të gjendur autorin dhe pasi nuk ja kanë dalë dot, do të kërkojnë sot publikisht që shteti më në fund të vendos drejtësi dhe të flas për tragjedin që ju shkaktoi të gjithëve. Rikthehemi me misterin e vdekjes së 14 vjeçares në atë kohë. Aktualisht duhet ishte vetëm 34 vjeçe, iku nga kjo botë në mënyrë të pafajshme. Megjithatë, policia e Peqinit, sipas familjarëve, ka marrë përsipër vrasjen aksidentale të vajzës. Megjithatë, asgjë nuk është zbuluar, askush nuk është vënë përpara drejtësisë, madje familja ende nuk ka marrë asnjë lloj dëmshpërblimi për atë çfarë ka ndodhur në familjen e tyre. Për ta rrëfyer edhe një herë këtë histori, sepse historia e Matildës është bërë disa herë publike në televizione, për herë të parë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ndoshta marrin orientimin e saktë juridik se çfarë duhet të bëhet në këto momente me çështjen e vajzës së tyre. Me mua në studio Xhevaire dhe Bashkim Bufi. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Shikoj zonja Xhevaire që kujtimi i Matildës është ende i freskët tek ju. Në 10 korrik të këtij viti bëhet 20 vite që ajo është larguar nga kjo botë, por në mënyrën më të padrejtmundshme apo jo? Ajo ka qenë brenda banesës? Po, brenda. Megjithatë, është nga ana e policisë në atë kohë që është një gabim i tyre, por askush nuk doli përballë organeve të drejtësisë dhe të merrte përsipër atë çfarë ndodhi me vajzën tuaj. Do të rikthehemi me këtë kalvar të gjatë përplasjesh, jo vetëm me dhimbjen e madhe të një prindri për mënyrën se si largohet fëmia nga jeta, por edhe për mënyrën se si është zvarritur kjo dosje tashmë edhe nga gjykatat shqiptare. Faleminderit që jeni me mua në këtë studio. Në krahun tim do të jetë si gjithmonë psikologja Angela Peza. Përshëndetje Angji, mirë se erdhe. Sapo vim dhe re në kontakt me këtë histori, përpara se të hynim në transmetim, më the është një histori e ngjashme dhe me një histori tënde familjare, apo jo? Po.
Nuk e di si e përjetoni ju dhe si ndjehet përjetimi tek këta dy prindër. Mendoj se përjetimi sigurisht nuk mund të jetë i njëjtë edhe nga ana ime emocionale. Daja im ka ndruar jetën në moshë fare të re, 30 vjeç, nga plumbat që policia e gardës nxori në atë kohë dhe aksidentalisht u vra dhe ndroi jetë dhe daja im, kështu që me të njohur raste sigurisht që bëra paralelizmin, nuk është gjendur ende fajtori, nuk është një enigmë për gjithë ne, por që la një boshllëk dhe ndryshoi jetën e gjithë motrave, vëllezërve dhe gjyshëve të mi që tani nuk janë më në jetë. Megjithatë përcjell një eksperiencë ligjore europiane, në studion e emisionit Me zemër të hapur nuk kam pritur një avokate, por dy për rastin konkret, ato kanë udhëtuar nga Bergamo drejt Tiranës, ekskluzivisht në studion e emisionit Me zemër të hapur janë dy partnere, njëra italiane dhe tjetra shqiptare, Esilda Palluqi, avokate, përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me zemër të hapur. Tashmë me shumë vite eksperiencë në Itali, Esil, keni mbritur së bashku me kolegen tuaj në Tiranë dhe keni hapur një zyrë avokatore këtu. Megjithatë, kur thash një frymë europiane, do të thotë se si do shikohej ky rast në shtetin fqin dhe si shikohet rasti konkret i kësaj vrasje misterioze, më themi se nuk është zbardhur dhe ende dinamika e ngjarjes si ka ndodhur. Fugoni policisë ka qenë në ndjekje të kujt, nuk është zbardhur, ju do të masjaroni pas pak. Faleminderit që jemi me mua në studio. Faleminderit për krahje kolegen italiane Vanessa Bonati. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me zemër të hapur. Përkthimin do ta bëj Esilda, pra jemi me fat që kemi dy zonja të nderuara, ashtu si edhe psikologja jon. Zonja Xhevaire, shikoj që nuk je vetme, që viti i mbrapsht 1997 ka marrë jetën e shumë personave në mënyrë shumë të padrejtë, siç rrëfeu edhe psikologja, ajo ka edhe një përvojë të saj familjare. Gjithsesi, ne do ndalojmë tek 10 korriku i 1997-s. Ku keni qenë ju atë ditë? Neve kemi qenë në Pogradec. Mirëqim të dy, me tregti. Kishim dha të fugonin që kishe aty në foto. Edhe mirëqim me këto gjërat të zërzave. Kemi ngarkuar një rrugë Shalqin atë dite, një rrugë fundi ka qenë. A dite që kam ikur nga shtëpia, unë, goca më ka përcjell, ka qenë dhe gjyshi vetë. Tha, mami tha do ikësh, kurse djalin e kishe marrë me vete atë dite. Goca tha do ikësh ti mami, tha në punë, tha sot, tha po mos rri shumë, tha, kjo. Tash jo, mami do vi vetë tash. Në gjitha shumë kërkoj dhe një për ta lënë si gosht, mua. Thash do vi shumë shpejt do kthehet, mama. Në gjitha atë, kur erdha unë nga Pogradeci që kemi ardhur të dy, kishe dhe djali me vete, të tre, kur u kthyem aty goca e kishte vrarë policia. Çfarë ka ndodhur? Sepse vajza është vrarë brenda territorit të shtëpisë, në pjesën e oborrit të banesës tuaj, dhe ka qenë ora rreth 7 të mëngjesit. 7:10. Pra, ju keni dalë edhe pse ka qenë viti vështirë, ju dilni dhe kryeni tregtin tuaj në Pogradec. Nuk kishit frikë për t'i lënë dy pleqt, pra gjyshen dhe gjyshen e Matildës dhe vajzën vetëm? Jo, s'kishim gjë për frikë. Ose rreziku juaj? Nuk rrezikoheshit ju duke marrë edhe djalin? Mire, e maja ta me vete djalin se thashun, kishim dhe përndim atje. Ju si e morët vesh lajmin? Lajmin e morën vesh neve, se nuk ishte telefon atëre në atë kohë, vjen një miku jon nga Elbasani, e kishim krush, kam thënë kunatën, motra burrit atje, edhe ky merr një makinë dhe na ndjek, po në Pogradec në përfshatet na kërkon ande. Edhe kemi ardhur në Labinot, na kanë për rrugën. Para se të hyjmë në Labinot, neve ka qenë rruga ajo ura në Librasht, që ishte tuneli aty. Aty na doli një grup, këta ishin të armatosur, edhe thashon kaq që ngërka puna jonë. Këtu do na vrasin thash. Babo thashon kemi dhe çunin me vete. Këta e kaluam neve, këta na i bën me dorë hecë shpejt. Këta u futëm tunel, dolëm ne sa shqyqyr zot. Kur në Labinot na pran rrugën makinat. Ishin këta miqtë tanë. Ishte edhe një fugon tjetër se të gjithë miqtë tanë e kishin marrë vesh. Ishin lajmëruar, nuk si u lajmëruan, po një fugon me ishte edhe vjera ishte ka qenë ande.
E të tërë shoqëria jonë që kishim ande, të afërmi tanë, ishin në fugon mrapa, fugonit tonë. Edhe tha, këta Gjevahira tha, u fut këte, në krau temaj, Krushku. Se bo pra me të i, vdiqë dhe i. Edhe tha, Gjevahira tha, bëjit fort, ta. Matilda tha, është plagosur, tha, dhe është në spital. Të shënë, këj ishte në Timon, bashkimi. Tha shonë, o zote ma, tha, qarë po bëhet shozash. Qysh nuk na vranë që aty, tha shonë, nuk qatë do t'jetë bërë në shpiteme. Tha, kur të shonë, tha, do ikim direkt në spital. Këj nuk mbajti më, po shkonde kështu më të lartë tërgomat. E i thë shonë, o zote në marmenjen, tha, nuk shdi që të bëj. Edhe në ngushtuan, hyrja i Krushku këte, ne ishim këshu më, që se kështë alë që mos i dhe shumë nga makina të shi. Në gjitha të, kur vajtëm në shtëpi, shikojnë unë ishte plot, me njërës. Tha shumë, hesë tha shumë në spital, se gjoja që kam gocën në spital. Tha, jo, tha, kthej makinën tha këtu, tha dolën gjithë njerëzit. Kur vajtëm ne nuk kishe se ku të hith një mollën, kokrën e mollës, kur i thonë, me popull atje. Se goca ishte vranë në 7, ne morën vesh me 10-11, ka qenë kështu, që në erdha berin. E me gjitha të pëstaj hyra, zbritëm nga makina, ne në morën e futën brenda, shiko unë e këshin larë gocën, policia ishte gjithë gratë e policisë, edhe i falënderoj shumë, se më këshin veshur gocën. Sa largë është ambienti komisariatet, se ju vazhdoni të rini në këtë shtëpi? Po, vazhdojnë. Ju vazhdoni të rini në këtë shtëpi, sa largë është? Vazhdojnë, se kam vënë atje, kam vënë gocën, në arët, atje ku është vrarë. Pra, aty ku është vrarë, aty edhe e keni varrosur. Atje e kam varrosur. Për këtë do flasim pak me psikologën, sepse është shumë e rëndë që në vendin ku është vrarë ju ta varrosni, jo si gjithë njerëzit e tjerë, që është një vend i veçantë në Varreza ku mund të prehet trupi i voglushët. Pse kjo zgjedhje do ta flasim vetëm pas pak? Është dhimbja juaj, është zgjedhja juaj, ne do ta respektojmë pafund, por ndoshta kjo sjell edhe atë brengën e madhe që ju ende nuk e keni kaluar vdekjen e vajzës tuaj, edhe pse kanë kaluar 20 vjet. Edhe se dëgjoj edhe këtu emisionin që e ndjek tim këtë emisionin juaj. Faleminderit. Të gjithë, edhe këto emisionet po ky më pëlqen. Edhe nuk bën vaki që mos dëgjoj. Faleminderit. Megjithatë, zonja Gjevahire, dalim pak tek momenti, sa metra larg është komisariati nga shtëpia, nga banesa? Ka 120 metra, shkon së shkon. Dinamikën e ngjarjes, se ende është e paqartë për ju si prindër, çfarë ka ndodhur atë ditë në 7 mëngjesit? Furgoni policisë ishte vënë në ndjekje të kujt? Dhe pse duhet qëllonte brenda territorit të banesës tuaj? Po kjo pikërisht për këtë. Po ne të dhënat që na kanë thënë ata bëhet përplasje fugonave në Rogozhin. Nga Rogozhina vjen fugonin e ndjek, fugonin e policisë. Policia vetë ndjek fugonin e bardhë, thoshen që ka qenë me, nuk e di me çfarë ka qenë, po që ndjek e fugoni ka qenë. Ndjek e fugonit, dhe po ndiqe pikërisht nga Rogozhina, pra themi që nuk kanë qenë punonjës të policisë së Peqinit, kanë qenë punonjës të policisë të një vendi tjetër, apo jo, që kanë kaluar? Të Peqinit. Të Peqinit, pra, po, kanë qenë punonjës të Peqinit. Të Peqinit, po. Kanë qenë në ndjekje të një fugoni, thoni ju. Por edhe këtu keni dyshimet tuaja, sepse duke qenë se punonjësit kanë qenë të Peqinit dhe përplasja është bërë në Rogozhin, apo jo? Jo, ata në ndjekje nga Rogozhina ndiqje fugoni për në Peqin. Për në Peqin, po pse duhet kalonte pikërisht fugoni në ndjekje përballë ambienteve të komisariatit? Tu lindin disa pikpyetje. Aty është rruga për të kaluar. Nuk ka nga shkon në rrugë tjetër. Jo, nuk ka. Nuk ishte rruga atëherë në atë kohë, ajo ishte rruga. Të kuptoj. Megjithatë, çfarë ndodh pra në këtë ndjekje të këtij furgoni nga policia e Peqinit? Çfarë ndodh dhe pse duhet qellojë pikërisht në një zonë banuar dhe aq më tepër tek banesa juaj, ku plumbi që mori Matildën, e ka shpuar tepër tej dhe më pas ajo gjeti vdekjen. Ju keni një sqarim të kësaj situate? Arriti ndonjëherë policia të vinte përballë jush dhe tregonte dinamikën e ngjarjes? Sepse ju e pranonin që ka qenë aksidentale, por si ka qenë? Ata nuk ja u kanë shpjeguar asnjëherë? Pa dashje, po jo se... Pse nuk ja u kanë shpjeguar?
Zoti Bashki, mund ta merrni fjalën ju. Po ndoshta se kanë shpjeguar se kështu si thonë ata mund ta asarojnë një diçka, mund të bëhet një gjë e papritur, por Çfarë mund të bëhet në një gjë papritur? Kur është aksidentale, ju tashmë keni pranuar, vetëm kërkoni zbardhjen e Për këtë vërtetës. periudhë nuk kanë ardhur, flas për periudhat që ishin periudhat e nxehta, periudhat të asaj kohe. Në fillim e fare, periudha ka qenë nxehtë, thoni ju, dhe askush nga komisariati Nuk e mirë të përsipër që thoshte nuk vinte pranë jush për t'i shpjeguar situatën. Diçka tillë. Mbasi u ftoh pak ngjarja, ju vetë keni kërkuar, por e të dini dhe ta shpjegonin, ndoshta edhe publikisht, çfarë ndodhi me vajzën tuaj. Ju ende nuk ndini edhe sot? Edhe sot asgjë. Kur u ftoh situata, nuk e keni kërkuar zoti Bashkim? Ja në atë kohë ishin punë aty dhe gjithmonë gënjeshe ajo, rrinqes. Më 98 në hyrin punë. Po, do flasim edhe pse hyrin punë dhe pse doli përsëri nga puna. Çfarë kërkonte policia e Peqinit të bënte me punësimin e... Ata në vend që të vinin na tregojnë neve, po dojnë që si të shpreshim neve në një diçka që çfarë do thoshim ne për ata. Që ata nuk erdhën, që gabimin e bënë dhe nuk erdhën si shtet të vinte të kërkonte një falje. Që ne e bëm, edhe u bëm. Hak marrës nuk ishte, as ne me ta, as ata me ne. Po mirë pra, Ne kemi kaluar shumë mirë ku e morët vesh ju që ishte aksidentale dhe plumbi që qëlloi vajzën tuaj ka qenë plumbi dal nga armët e policisë. Ku e mësuat ju këtë? Ne mësuam aty se kur vinin që është vetë që pinjën dhe kafen dhe thoshin që e shtiu ai. Ne nuk që pa dashje që këte policit, i thamë policit, me gjithatë mbas 3 ditë unë që... Pra ka pasur emër konkret, se kush ka shtënë? Po. Mbas 3 ditësh që si që bëm të shtatën, si që kemi ato adetet e vdekjes, edhe unë bashkë me Vjerin kemi qenë në polici, të dy, ati ishte kryetari Degës, nuk është nevoja t'i përmend, po i thamë që i tha Vjeri, i tha kryetari, ti tha bon mirë, tha të vishta në shtëpi, tha të më shumë ti thuash të më ngushëllosh qunin të, ati tha se ai është shumë me tension. Edhe neve kemi falur gjithsesi, tha, se koke, si thonë atë, koke falu nuk pritet. Kështu që do vim ne. Dhe asë një nuk vim, edhe nuk erdhen. Asë një gjë, sikur... Pra e kanë pohuar dhe ju e dini dhe emrin e personit që ka qëlluar, është aksidentale, nuk e di me këtë person keni pasur kontakte apo jo, do flasim vetëm pas pak, sepse në këto momente është një hapësirë e shkurtër publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ditën e sotme po flasim për vrasjen aksidentale nga policia në vitin 1997 të një vajze 14 vjeç, prindrit e cilës janë me mua në këtë studio dhe rrëfejnë dinamikën e ngjarjes, një dinamikë që është ende e paqartë, jo vetëm për ne dhe ju që po na ndiqni ditën e sotme, por edhe për vetë prindin se askush nuk ka marrë përgjegjësinë e kësaj vrasje aksidentale. Kanë pohuar që është vetëm një vrasje aksidentale nga plumbi i policisë shtetit në atë kohë në ndjekje të një fogoni, por asgjë më tepër nuk dihet në lidhje me vrasjen e voglushes 14 vjeçare në atë kohë. Ndërkohë që në pjesën e parë ajo që na bëri përshtypje të gjithëve që diskutuam edhe gjatë hapësirës publicitare nga dy zonjat e nderuar avokati ishte pikërisht prishja e vendit të ngjarjes. Pra, Matilda është vrarë pikërisht në atë vend që ju e keni varrosur edhe sot, apo jo? Ju thatë që trupi ishte lëvizur në momentin kur ju keni mbritur. Ju nuk e dini në qoftë se është bërë një hetim i vendit të ngjarjes, ku është plagosur vajza juaj? Dini, keni informacion për këtë gjë? Pastaj erdhën, domethënë baba jonë që ishte aty tha, u erdhën ata policë bën atë ekspertizën, këtu thonë, nxorr fotografi çfarë bën, sa kaq. Vetëm aq. Po, ekspertiza është bërë në moment. Në moment, sa ka zgjatur pra? Se ju thoni, vrasja është bërë në orën 7 të mëngjesit dhe ju rreth orës 11 kemi ardhur ne. 4 orë më pas keni mbritur ju. Megjithatë, trupi ishte lëvizur nga vendi, thoni ju.
Po ishte lëvizur. Ishin bërë ritualet e gjithë shka tjetër. Po, trupi u lëviz se morën policia vete ka quar në spital për të shpëtuar jetën, ajo atje ka ndërruar jetën. Megjithatë, ju e keni tashmë një person i cili gjithmonë është nga policia, që është ky punonjësi, i cili në mënyrë aksidentale ka qolluar. Apo jo? Na ka thirrur gjykata. Vajtëm në gjykatë neve, edhe hymë atje brenda. Pra, hetimet dhe gjykimi është bërë nga ana e prokurorisë, ka pritur në vendngjarje, është ndjekur kjo dosje dhe më në fund ju thirrën në gjykatë. Apo jo? Po, çfarë ndodh? Na thirrën atje. Neve kur e gjejmë këtë policin Petrit Hysa. Po. Na thonë, e ky na doli përpara. Ju e dinit më parë, para se të fillonin gjykimi i çështjes? Jo, nuk e dinit. Aty u përballën në gjykatë. Aty u përballëm. Ne tha Bashkim Bufi tha urdhë pistoletën, tha, dhe në ta kam bërë unë, tha, këtë vrasje, tha, urdhë më vra mua. Kë. Është dorë tjetër, tha, nuk është dorë ime e punë. Nuk jam unë, tha, aji. Hymë brenda, në gjukat aty, tha, jo, këtë e një ndej, nuk e gjejmë atë autorin e krimit, ta, se kush e ka bërë krimin, ta, këtë e thashë, unë erdha, thashë që më thoni një laf të mirë, nuk erdha unë të gjej autorin. Shka që më duhet mua me autorin e krimit se kush e bëri? Te e bëri shteti. Shteti duhet maj një përgjithësi. Shteti duhet të vi njërë në shtëpi të thotë mua që ty të ndodhi ky aksident. Qartë mund të bëjmë ne? Pra, zonja Xhevahiri, edhe gjatë gjykimit të çështjes doli që zoti Petrit Hysa nuk është autori i vrasjes së vajzës tuaj. Ai këtë tha, këtë shpreh. Kaq shumë e vështirë është për të gjetur autori? Ju nuk keni kërkuar ndonjëherë autor. Por keni dashur që shteti të marrë gjithmonë përgjegjësinë. Apo jo, ju thoni që policia është shteti dhe shteti të marrë përgjegjësinë. Kur thoni përgjegjësinë, çfarë nën kuptoni? Po qartë është neve në, unë po thëmë dhe njërës, edhe atë ditë ne ishim të pregatitur në rasi milesë dhe që vajtëm që u bë dhe varimi i gocës, ku ati ku u bë që vajtëm me gjelia që hangër bënë, neve dhe ati dhe këta shteti të thoshte që urdhoti një kafe të zezë të kështë sjellë aty. Një kafe të zezë të kështë sjellë, jo asin që dherë mësot. Pra ju, me sa kuptoj, kërkoni dëmshpërblimin. Dëmshpërblimin cili ju është mohuar, apo jo? Kur nuk ka autor, thoni ju, nuk është zbardhur e vërteta, nuk ka as dëmshpërblim. Sa keni kërkuar ju të drejtën tuaj? Ka 20 vjetë. Ka 20 vjetë. 20 vjetë nuk kam lënë dyert, të gjithë dyert i kam kërkuar këtu në për këto. 20 vjetë, po thënë. I keni ezauruar të gjitha shkallët të gjyqësorit? Të gjitha shpezimet... Jo, të gjyqësorit, shkalla parë, apeli, shkalla lartë? Këtë na dha ajo zonjushe që tha që mbyllë, tha se nuk është gjetur autori, dhe ky avokati po një qikë... Kush është zonjusha? Ajo Gjukacja. Gjukacja. Gjukacja që mbyllë çështjen dhe tha do të vesh në apeli Durrësit. Mbyllën e çështjen për shkak të autorit, pra se nuk gjendet autori. Por ju, paralelisht me gjykimin penal, keni kërkuar dhe atë civil të dëmshpërblimit? Po. E keni kërkuar vazhdimisht? Po si. E kemi kërkuar. Dhe ju është refuzuar ky dëmshpërblim nga ana e shtetit? Zoti Bashkim, mund të flisni pak. Kur krimet e rënda në Elbasan, brenda asaj jave ka qenë ishin 3-4 vjet ata ti tha çfarë konta ky. Tani ato detyrat tonë kemi bërë, me kalim e kohës mund të nxjerrim diçka apo ti çka ka problemi shash unë dëmi që keni bërë se ajo nuk njëllë. Pra autor nuk ka edhe dëmshpërblim nuk ka. Po. Deri në këto momente. Kur është ky takim për cilin po flisni? Para sa kohësh? Flitet para një viti gjysmë 2 që u bë. Para një viti gjysmë 2. Dhe të pyetëm pikërisht tek Prokuroria e Krimeve të Rënda, më thatë? Te Policia e Krimeve të Rënda. Policia e Krimeve të Rënda se çfarë kërkonit? Kur ju i tha se çfarë kërkonit, kush ishte përgjigjja e tyre? Sa me kalimin e kohës mund të zblem diçka, sa shefi Krimeve të Rënda ishte aty. Edhe deri më sot asgjë. Megjithatë, ajo që më ka bërë më tepër përshtypje në historinë tuaj është punësimi që ty të zhbërë nga ana e Policisë Peqinit në vitin 1998. Një vit mbas vrasjes së vajzës tuaj. Dhe ju duke shpresuar se brenda ambienteve të komisariatit do gjeni dosjen e vajzës dhe do punoje për zbardhjen e të vërtetës, u punësove pranë policisë. Çfarë ndodhi? Fillimisht në atë kohë Ministri Rendit ka punuar me plakun tonë, me babën tonë, ka qenë me kërkimet ekologjike në Tiranë dhe ishte si mik shtëpie. Edhe dërgon një letër përgjigje në komisariat dhe thotë që gjë është aksidentale, thotë stemoni familjen
me punë, tha kush mbulon një vend punë, edhe të sistemojnë familjarisht në Ose punë hiq në shteti. shpërngulje. Më doli shansin muaj të fuq aty, si shofer. Punova rreth 8 vjet pa pagë aty. Doli procedura 8 vite shkollë. pa pagë? 8 vjet pa pagë punova dhe pa 3 muaj. Jo pa pagë. Jo pa pagë, pa një kohë. Jo pa pagesë, për shembull. Edhe në atë kohë doli u bë kjo kontrolli i shkollës. Unë se kisha bërë gjithë shkollën, kisha bërë vetëm 2 vjeçare në profesionistë në Durrës për mekanika dhe vitin 3 dhe 4 e vazhdova bujqësor. Sa ke kërkuar kur punoje vetë në polici? Sa ke kërkuar zbardhjen e kësaj dosje? Çfarë fsheh ajo dosje? Arrit ta zbulojë ndonjëherë zoti Bashkim? Ajo dosje do fshin diçka të tillë, me sa kuptoj aty në Peqin do jetë një dorë e fortë aty në Peqin, që nuk jap ndërtim, se po të ishte në një tjetër. Ku janë dyshimet tuaja, zoti Bashkim? Se thatë Petri Tysa, polici që u gjënë në gjykatë përballë jush dhe ju dha armën dhe tha nuk jam unë që kam vrarë vajzën tuaj, ne do t'i rikthejmë pas pak kësaj çështjeje. Linja kalon për kolegët e mi të informacionit. Miqtë e mi, jemi rikthyer mbas këtij lajmi të fundit drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Edhe një herë pra zoti Bashkim, do doja të dija, ju keni një emër konkret se kush mund të fshihet si autori i vrasjes aksidentale, themi, a? Po, dhe tash me sa kuptova unë dhe me sa kupton gjithë familja, do jetë një miku i brendshëm i atij komisariati që nuk e nxirren ata që ka qenë ky person. Megjithatë, i qartë ishte edhe Petri Tysa kur u përballet në gjykatë me të, apo jo? Po. Nuk i kërkuat Petritit, se Petriti përderisa ishte i sigurt që nuk ishte ai autori i vrasjes aksidentale të vajzës tuaj, besoj se e di, emri dihet thoni ju, por nuk e tregojnë. Përse nuk e tregojnë? Ai ndoshta jo e di, ai më dha 100%, se ai tha nuk është dora ime, është dorë tjetër që ka bërë këtë ngjarje. Nuk është dora ime, po mirë, pse si kërkuat emër? Po nuk e... Çfarë do ndryshojnë në qoftë se edhe sot ju jepet emri? Çfarë do ndryshojnë në jetën tuaj? Megjithatë, kur më kanë thirrur mua për herë të fundit tash se gjithmonë më thërrisnin mua. Dhe kur shkonja atje, ju thosha këtyre, thashëm, për çfarë po më thërrisni? Tha po jo, tha ne vetë kemi thirrur, tha po nuk s'kemi gjetur autorin. Po për çfarë kur jam unë në gjumë? Jo pse më sjoni? Jepi drejtim. Nëse ashtu. Pra, fshihet mes policisë emri, dhe ju thoni që duhet të jetë një person me influencë në policinë e shtetit në atë kohë. Apo jo? Keni dyshime te dikush? Mund të keni dyshime? Atë punë e di shteti, neve... Po të kishim dyshim dhe e thoshim... Ka pasur dëshmitar? Në këtë çështje, ne nuk kemi aq mirë ja kalojmë, ja kemi kaluar dhe e kalojmë po prapë. Aty nuk kemi në një hasmëria, në një sente, në asnjë gjë, fare. Jemi shumë normal, jemi shumë mirë. Po, tash ne e kemi lënë dorë shtetit. Shteti e bëri, shteti do të përgjigjet. Dalim tek dëmshpërblimi. Pse mendoni se dëmshpërblimi ju mohohet? Po nuk e di. Çfarë kërkoni? Unë dua robën tash njeriu, dua fëmijën, se e pata në shtëpi. Dua fëmijën, bjerë fëmijën, siç e pata. Pse ç'deshe, pse shtive nga ishte vështirë? Ose shtinje nga fugoni ti, ku ishte fugoni, i binje fugonit, mos i binje fëmijës teme. Tash e thotë, jo fëmija që, po mirë atëresh. Çfarë të them unë? Si ti thomin unë... Zonja Xhevajeri, kuptoj irritimin tuaj, mund të ishte edhe më i egër, sepse keni humbur fëmijë në mënyrë të padrejtë, aksidentale, por në mënyrë të padrejtë. Ju jeni pajtuar tashmë me fatin tuaj, megjithatë mos zbulimi i autorit, edhe pse dyshimet i keni që mund të jetë një njeri me influencë, të paktën shoqërohen me mos dëmshpërblimin tuaj. Dhe mos dëmshpërblimi juaj është edhe një hapje plage, mbetet ende pa shkuar në vend e drejta e vajzës tuaj. Do ndaloja në një moment tjetër delikat tek vendosja e varrosjes së vajzës në vendin ku u vra. Kush e mori këtë vendim? Se është një vendim i rëndë, ju aty e keni për ditë. Po, për ditë aty se nga që e deshi edhe vetë, jo se që unë që në ati varezat, e hoqe që aty e sola i njërë aty. Pra, ju e quat njërë? Mas 3 vite që e kam sjellë unë, edhe e kam parë aty, ajo ishte vetëm se mishi, lukura, një të për kockët dhe ishte original që që. Po, mirë, ju e keni varrosur një në... Dhe floku që i kishte ishte kështu me njanë, edhe kishte me shpatë. Po, në varreza e quat njërë, pse e morët dhe e varrosët në... Aty kërkon të vetë. Kush e kërkon të vetë? Ajo vetë. Thoshte, unë jam aty, thoshte, keni qua larkë. Po si ja u tha këtë një? Të gjithë në dilte kështu, në çmendin në ëndër, për shembull, në dilte. Pra ju doli në ëndër dhe... Kishte aty ku ishte.
Tash më keni rënë rahat? Tash Jemi më rahat, si gjysmë. Jeni më të rahat. Kush është rahat edhe neve rahat kemi. Vem çlohem po. Vetë la fosa me të për ditë. Për ditë? Për ditë i shkoj aty. E vështirë është. Do ishte. Çfarë të bëj? Unë thash që jeni pajtuar me fatin, por faktikisht teksa ju tregoni atë dhimbjen e madhe që keni, ndoshta ndonjëherë nuk keni për të pajtuar kurrë, sepse jeta është ndërtuar që fëmia nuk duhet ikin atë moshë dhe fëmia nuk duhet iki para prindrit, por ndonjëherë jeta tregohet edhe e padrejtë, dhe sidomos për gjërat aksidentale, vetëm dikush duhet që të qetësojë shpirtrat tuaj, dhe sidomos personi i cili ka qelluar dhe aktualisht mund të na ndjekë dhe e di, qoftë edhe anonim, të telefonojë dhe t'japi si ndodhi e gjithë ngjarja dhe si u zbulua vrasja e vajzës tuaj. Megjithatë, në këto momente të vështira duhet kaloj fillimisht tek psikologja, mbasi gazetarja apo diskuton me avokatin Arsen Çaushaj, është avokati që ka mbrojtur të drejtat tuaja, duhet dëgjuar dhe zëri i zotit Çaushaj në këtë studio, me sa duket ai nuk po na përgjigjet nga ana tjetër telefonit, i kemi dërguar një mesazh që më pas të ndihmoj koleget e tij, të cilat janë të ftuara në këtë studio ditën e sotme dhe të japin një orientim sa më saktë dhe të shkojmë drejt dëmshpërblimi kërkohet nga ana e dy prindërve. Megjithatë, Anxhi, një moment shumë i vështirë, një zgjedhje e tyre, fillimisht varrosur në varrezat e Peqinit dhe më pas nga shqetësimet që ata kishin si prindër në vendin ku është vrarë vajza, është risjell edhe një herë trupi i eshtrat dhe është varrosur brenda territorit të banesës. E vështirë. Shumë e vështirë, është një ngjarje tragjike. Edhe pse ka kaluar 20 vite nga ajo histori, prindrit akoma nuk e kanë kaluar procesin e zis duke mbajtur varrin brenda shtëpisë. Në 97-ën ka qenë një traumë për gjithë popullin shqiptar dhe asa kohë njerëzit shtihenin në armë edhe pa arsye, pa e patur një shkak. Shumë njerëz janë vrarë, askush prej tyre më shumë se Treqerekun nuk janë gjetur fajtorët, sepse vetgjyqësia dhe mënyra se si njerëzit kishin dalur në turm për të gjuajtur, në ishin në luftë me njëri tjetrin. Luftë civile, po. Dhe kjo edhe sot e kësaj dite që ne bëjmë emision çdo ditë, mori shkas që të hapeshin depot e armeve dhe njerëzit të bënin vetgjyqësi, të gjykonin ato mbi ngjarje dhe të gjykonin ato mbi çështjet. Megjithatë, vetgjyqësia të paktën në rastin konkret nuk është përmendur asnjëherë. Ato kërkojnë ndoshta dhe emrin e autorit, e kam thënë, e kanë një peng të madh, por mohimi i dëmshpërblimit, ku është shteti në këtë rast? Paktën për çështjen e dëmshpërblimit. Njeriu nuk më kthehet, ato janë koshient për këtë që deklarojnë në këtë studio, të paktën ana e dëmshpërblimit është ndoshta edhe vënia kapake gjithë kësaj historie shumë të dhimbshme. Imagjinoj që vajza duhet ishte 34 vjeçë sot, Po, është e vërtet. Shteti për mënyrën se si ka vepruar me familjarët sigurisht që nuk i bën ata as fisnik dhe as njerëzor, gjithmonë duke dëgjuar dhe duke besuar në rrëfimin që zonja dhe zotria thanë sot në studio. Duhet ishin marrë masa për punojësit e policisë, ata e din shumë mirë se kush ka qenë në terren dhe çfarë ishin duke luftuar, çfarë krimi, çfarë personi, cila ka qenë arsyeja pse ata kanë gjuajtur në armë, megjithatë me ekspertizën ligjore të kësaj pjese aksidentale që është vrarë dhe vajza atyre mund të merret më mirë paneli i avokatëve. Unë do të thoja, fakti që zonja e ka lënë vajzën në shtëpi dhe ajo i ka thënë më merr dhe mua me vete, ajo e ka lënë atje, ndoshta mund të jetë kjo arsyeja që e ka parë vazhdimisht në ëndër, mos më lë atje, unë kam vendin në shtëpi, sepse ishte destinacioni që nëna i dha më së fundmi. Dhe kjo është një nga pengjet shpirtërore, psikologjike, emocionale, jo vetëm të asaj zonje, po dhe të familjarëve të tjerë që nuk e morën vajzën diku me vete atë ditë dhe lanë vetëm në shtëpi. Do të thotë që nuk kanë mundur të kapërcejnë në asnjë moment ditën pas sjell në mendje Matildën. Nëna thotë që zemra e nënës asnjëherë nuk e harron fëmijën e vet, si djalin, si vet, në çfarë do lloj moshe që ato të largohen nga kjo jetë. Por kjo e bën edhe më të vështirë çdo ditë për të kapërcyer dhe për të bërë paqe që Matilda nuk jeton më me ta, sepse realisht në vdekjen e kemi tabu.
Dhe të flasim për të gjithmonë është trishtim, nuk mundet të flasim, nuk mundemi që ta bëjmë prezenta. Unë do doja shumë të pyesja, a keni gëzime ju në shtëpi duke pasur një varr? A qeshni, a lumturoheni, si i kaloni festat, Bajramin, vitin e ri, thënë gjithçka tjetër duke patur një varr brenda shtëpisë tuaj? Si është për ju? Po ju pyet psikologja. Po bëj dhe aty, bëj dhe atje. Do më thonë gjithmonë e kam afër. Ju folët edhe për djalin. Djali ka qenë 2 vjet më i madh, 1 vit pothuajse. 2 vjet më i madh se Matilda. Çfarë ndodh me jetën e djalit aktualisht? Me jetën e ka djalit, ndërtuar jetën e tij? se nga që ishim të dy vetën në shtëpi dhe nga që shpesh herë më humbte mendja. Dhe një herë atë fikta, se si më kishte rënë, gjithmonë kishte lënë, që më kishte humbur mendja, sa kishte lënë tavën aty në zjarr, ky ishte në punë, edhe vetë kishte rënë aty, ishte ndezë me tavë, në korrent flas. Edhe marr flakë dhe shtëpia aty mizi. Kur erdhi që u përmenda, unë shikoj, nuk ka pa asnjë gjë, vetëm iki me vrap te komshia, thëm kështu, shtëpia ime është bërë, se si ka qenë nuk e di, s'maj ment asnjë gjë thash. Ky ishte në punë, kur vjen nga puna, thot, nuk e prishet e zinta për mirë, nuk ka gjë se e rregullojmë prapë. Edhe 1 vit, 2 vit, 3 vjet, tash unë çonin iku në Greqi. E shkonte në Greqi dhe tash do martoj çonë, martova çonë 20 vjeç. Martova të vogël nga që ishe vetë. Gjeta nusën mirë, shumë mirë e kam, e familjen e kam shumë mirë. Martova çonin, mas 3 vjeç si më digj goca. Martova çonin, domthonë në fshtolla mbas Pra ju përkushtuar, po, ju përkushtuar djalit dhe familjes së djalit dhe sidomos fëmijëve të tij. Megjithatë, Anxhe besoj se e more një përgjigje, ndoshta të përgjysmuar, por besoj se e kupton që nuk kanë kaluar dhimbja. Mbetet një plagë e pashëruar të A luan rol varri që kanë brenda shtëpisë? Luan rol varri që kanë brenda shtëpisë, sigurisht luan një rol të madh sa herë që ti mendon për fëmijën tënd dhe nuk e di fajtoren. Ata janë 2 njerëz fisnik dhe janë zotrinj, janë njerëz të ndershëm që reflektojnë dhe ditën e sotme. Do të kishim folur me policin, me punonjësin e policisë që ka pasur armën asa kohë në dorë dhe do të ishin qetësuar, do kishim bërë paqe, ai do kishte marrë ndoshta dënimin e merituar, po në këtë formë duket më e pisët dhe më e vështirë që ato ta kalojnë dhe ta kapërcejnë vdekjen e të bijës. Pra të gjithë e dinë përveç familjarëve se kush është autori i vërtetë i kësaj vrasjeje. Patjetër që po. Dhe aq më tepër që kush ka qenë në detyrë dhe në turn, jam shumë e sigurt që komisariati është ballë për ballë banesës së tyre. Sa herë dalin ato janë të detyruar të shikojnë ambientet e këtij komisariati që i mori jetën padrejtësisht punonjësit tyre. Pra, po ky institucion i mori jetën padrejtësisht në mënyrë aksidentale kësaj 14 vjeçe. Në lidhje të drejtë për drejtë telefonike është zoti Arsen Çaushaj, avokati i familjes Bufi, për të na njohur hapashapi mbi procedurat ligjore që janë ndjekur deri në këto momente. Përshëndetje zoti Arsen. Përshëndetje. Faleminderit që jemi me mua në këtë studio. Do donim të dinim procedurat ligjore, deri ku keni arritur ju, ku është situata ligjore në këto momente, sepse ndihmon shumë 2 koleget tuaja që kanë mbritur nga Italia në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, njëra shqiptare dhe tjetra italiane. Ashtu si që mund të kene edhe prezentuar aktet familjarët, rezulton që kanë ndodhur një ngjarje e rëndë, komisariati i policisë, pra punonjësit e policisë, kanë qenë në ndjekje të një automjeti, i cili ka qelluar dhe ka hapur zjarrin e policisë dhe ka hedhur bombën e policisë. Në momentin kur ky automjet ka qenë pranë komisariatit, përballë cilit ndodhet edhe shtëpia e familjes Bufi, në automjeti i cili ndiqej nga policia është qelluar pra me bomba në drejtim apo me granata të motë në drejtim komisariatit policisë. Dhe punonjësit e policisë për të mbrojtur jetën e tyre, për të mbrojtur komisariatin, kanë qelluar kundër automjetit dhe nga kundërpërgjigje që është bërë prej komisariatit policisë, rezulton që vajza e mitur 14 vjeçare Matilda Bufi, e cila popullonte lopën e familjes saj pra në ambientet brenda rrethimit të shtëpisë saj, është qelluar nga një plumë pa dashje. Dhe si rezultat i goditive pra i kundërpërgjigjeve të policisë ndaj personave që qellonin
me granata edhe bomba me policisë, ka humbur jetën. Për te i përket procedurës e të lidhur, rezulton që pasi ka humbur jetën, e kanë marrë, e kanë tuar në spital, janë kryer një sër veprimet, të cilat janë të dokumentuara dhe provojnë që humbja e jetës ka ardhur si rezultat pra i plumbit marrë në atë moment, dhe njëkohësisht rezulton pra edhe ky shkaku i vdekjes. Po kështu, vetë papa i saj nga komisariati policisë, nga drejtoria policisë, për ta pastuar. Po? Sa duket kemi problem, kemi një shkëputje, ju lutem regjia. Alo? Po, zoti Arseni dëgjojmë, po? Po, shkëputlinja. Po, pra, për ta do pak dhimen e kësaj familje, i kanë ofruar punë baba e saj dhe kanë marrë si shofer pranë komisariatit policisë, edhe se ai nuk i plotësonte ato kushtet apo rregullat që parashikon ligji, me qëllim që ta zbusin sa do pak edhe të dhimbjet madhe që kanë shkaktuar kësaj familje. Mirë po, kjo familje nuk kërkon thjesht pra që të zbutesh për disa vjet apo për disa kohë dhimbje e humbjes së vajzës saj, por kërkon në mënyrë ligjore që të marrë dëm shpërblimin që i ka thonë. Ajo nuk kërkon që të dënohen punonjësit e policisë, sepse ata nuk deshën për ta kryer pra vrasjen e vajzës tyre. Vrasja është aksidentale, nuk është e qëllimshme. Çdo punonjës policie e ka për detyrë për të mbrojtur jetën e tij, e ka për detyrë për të mbrojtur komisariatin e policisë dhe po kështu edhe jetën e personave të tjerë. Zoti Çausha e kuptoi logjikën tuaj, po. E kuptoi logjikën tuaj, po. Në momentin që unë jam njohur me çështën pasi disa kohë që të ndodhur, kam bërë kërkesat për kafshë, kam marrë një kopë kafshëve, kam kryer hetimet për kafshë konforme në përputhje me ligjin nëpërmjet dyert time të avokatit, dhe më ka rezultuar që hetimi nuk ka qenë i plot. Pikërisht në kushtet kur hetimi nuk ka qenë i plot, jam drejtuar me kërkesë edhe prokurorisë së rrethit gjyqësore në Elbasan, jam drejtuar me kërkesa të pastishme, edhe Ministrisë Brendshme, jam drejtuar me kërkesë Drejtorisë Përgjithshme të Policisë së Shtetit, ku kam kërkuar jo vetëm që na vinin disolucion akte pra materiale të cilat kur nuk na u bën disolucion aty se paraqiten ligji, por duke parë që ishte të bënte një sërte e cila ishte e drejtë, duke parë një familje e cila ndodhej pra në kryqëzën me katër rrugë, për shkak se gjendja e saj ekonomike ishte dënuar, si rezultati i humbjes jetës së fëmijës tyre, ishte humbur teksa besimi tek drejtësia, besimi tek e ardhmja dhe besimi për të rivënë vend pra drejtën e tyre në përkombur dhe të shkelur, kemi filluar edhe një procedurë gjyqësore. Në moment që kemi filluar procedurën gjyqësore dhe kemi kërkuar me anë të një gjyqi në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan, gjykimi i cili është zgjeruar konform në përputhje me ligjin dhe brenda standardeve, ne kishim detyrimin për të paraqitur akte kërkesore, për të paraqitur provën, e cila do të bënte lidhjen midis vdekjes së vajzës tyre dhe veprimeve të tyre nga ana komisariatit. Është kryer pra gjatë një rihetimi që është bërë, rihapjes së çështjes, është kryer një eksperiment për të përcaktuar drejtimin e qifjes. Do të thotë që nga komisariati në vendin ku ka ndodhur që ishte vajza edhe është vrarë, është bërë nxjerrja e drejtimit të qifjes dhe ka rezultuar nga drejtimi i qifjes, pra që kemi të bëjmë. Po, të kërkojnë ndjesë, zoti Arsen, më duhet të kaloj linjën tek kolegët e mi të informacionit, të rikthejmë pas pak. Mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt, mbasi keni ndjekur të gjitha zhvillimet politike në vend dhe do vazhdoni të ndiqni për gjatë gjithë ditës nga newsroom-i jon. Jemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, flasim edhe një herë për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në vitin 1997 me pasojë vdekjen e një vajze 14 vjeç. Mbas 20 vjetësh prindrit mbasi janë lodhur së luftuari, sepse ka pasur komente shumë edhe në faqen tonë të Facebookut pse u kujtuan prindrit mbas 20 vitesh, por me sa duket shikuesit dhe ndjekësit tonë në Facebook nuk na kanë ndjekur me vëmendje se nuk kanë rreshtur asnjëherë së kërkuarit drejtësi. Prandaj ditën e sotme duke u lodhur nga shpenzimet e shumta, duke rënë pre e mashtrimet të sekserve, se shumë nga detajet nga kjo histori nuk kanë dalë gjatë transmetimit tonë të sotëm, unë do kaloj fjalën më një herë për të dhënë një orientim sa më të saktë, nëse nuk e kam edhe një herë avokatin e familjes Bufi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike zotin Arsen Çausha, i cili është dashur të futet në një seancë gjyqësore
Atëherë nuk e di edhe një herë. Po lidhemi ndërkohë me zotin Çaushaj për ta dëgjuar versionin e tij dhe për ndihmuar të dy kolegët që janë të ftuara në këtë studio, njëra shqiptare dhe tjetra italiane, të cilat e kanë dëgjuar gjatë gjithë ditës së sot me rrëfimin e këtyre prindërve, ndërkohë që kanë studiuar me shumë vëmendje dosjen e kësaj familjeje. Jemi kurioz të dim edhe komentin e tyre që do ta ndjekim vetëm pas pak. E kemi avokatin? Atëherë, është zoti Çaushaj me ne, përshëndetje edhe një herë zoti Arsen, na u desh të shkëputemi së bashku dhe jemi tek provat që bëri policia dhe etuesia, pra prokuroria. Shumë kohë më parë mund të na thoni në çfarë kohë është bërë kjo provë, se nga ç'vend është qelluar dhe nga kush është qelluar dhe pse kërkohej kjo provë? Pra është bërë një për përket ngjarjes, është bërë një kërkesë në prokurori dhe prokuroria ka riqelur hetimin dhe në moment që ka riqelur hetimin ka kryer edhe eksperimentin për të përcaktuar se cili është drejtimi i qitjes. Çfarë doli nga eksperimenti? Ndërkohë që drejtimi i qitjes ka rezultuar që kishte pra nga policia në drejtim të personit i cili ka humbur jetën, që është fëmia i familjes Bufi. Pra është konfirmuar që ishte policia ajo që ka qelluar në mënyrë aksidentale, nuk ka rëndësi personi. Atëherë, ku jemi me çështjen e dëmshpërblimit? Pse është mbyllur procesi gjyqësor? Dëmshpërblimet ne kemi paraqitur një kërkesë në gjykatë dhe në moment që kemi paraqitur kërkesën në gjykatë, ne kemi bërë kërkesë edhe drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, drejtorisë policisë qarku të Elbasan, njëkohësisht kemi bërë kërkesë edhe prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan, që ma vinë në dispozicion një kopje të vërtetuar të akteve që përkasin pikërisht vendimit pushimit prokurorisë, sepse prokuroria e rrethit gjyqësor Elbasan ka marrë një vendim pushimi për çështjen penale, e cila ishte regjistruar për ngjarjen në fjalë. Dhe ku jemi aktualisht, po? Me gjitha kërkesat këtyre institucioneve, ne kemi paraqitur aktualisht vendimin që ka dhënë prokuroria e rrethit gjyqësor Elbasan, nuk është i plot, pra dhe ne kemi kërkuar që prokuroria e rrethit gjyqësor Elbasan të riapte hetimin e kësaj çështje në mënyrë që të merrte disa deklarime të disa personave që janë personë që kanë qenë në vendin e ngjarjes në momentin që ka ndodhur ngjarja dhe këta persona do të provojnë dhe do të vërtetonin kuptimin që e provës në një fenom, se cilat janë zhvillimet e asaj dite dhe nëse personi është shëlluar apo jo nga policia. Dhe do të konfirmonin edhe faktet e tjera që janë thjesht fashizëm investimet. Po kështu, ne kemi kërkuar për të kryer disa veprime tjera hetimore. Dhe për të gjitha këto veprime hetimore, ne jemi drejtuar me shkresë prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan dhe njëkohësisht vetë persona janë drejtuar me shkresë prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan dhe kanë kërkuar bazuar në 304 kodit penal që japin deklarime përpara trupit, përpara prokurorisë. Pra në këtë moment zoti Çaushaj pritet është rihapur çështja e hetimeve, pritet mbyllja e hetimeve dhe ekzekutimi i dëmshpërblimit. Jo, avokate. Në këtë moment pritet që prokuroria të rikthejë hetimin dhe përcaktojnë vendimin e pushimit të cili është shkaku që ka shkaktuar pasojën. Pasin vendimin e pushimit nuk është e qartësuar që vdekja e shtetatës Matilda Bufi ka ardhur si rezultat i të shtonave nga ana policisë. Pra nuk e ka përcaktuar vendimin. Folëm pak më përpara për provën që dhe eksperimentin që është kryer dhe është vërtetuar që është shëlluar nga ana policisë. Po, problemi është duhet që në vendimin e pushimit, prokuroria duhet pra në vendimin e pushimit, ashtu siç parashikon edhe ligji, duhet që thonë që pushohet procedimi penal për shkak të kalimit të afateve, për të parashtuar vepra penale, por duhet që pikërisht për shkak të parashtimit mos humbet e drejta për të kërkuar problemin pasuror dhe jo pasuror familjes Bufi. Ndërkohë që nuk është e qartë, nuk është qartësuar në vendimin e pushimit nga ana prokurorisë se cili është shkaku i vdekjes. Dhe kjo bën të mundur që nesër një proces gjyqësor, duke mos qenë e përcaktuar dhe e lidhur shkaku me pasojën, sepse kërkohet që të jetë lidhur shkaku me pasojën, atëherë që gjykata të marrë një vendim i cili do të jetë kundër familjarëve të familjes Bufi. Atëherë, zoti Çaushaj, të dyja kolegët tuaja të kanë ndjekur, thash edhe njëra shqiptare dhe tjetra italiane, kërkon të bëjnë disa pyetje specifike se më pas do orientojnë ato familjen Bufi se si duhet vepruar.
Ndërkohë, po. Përshëndetje, në radhë të parë unë doja të pyesja kolegun mbi çfarë ekspertize bazohet kur thot dhe deklaron se fajtor i rastit të vdekjes së vajzës së familjarëve këtu prezent është policia e shtetit. Pra ka një ekspertizë të mirëfillt të kryer nga hetimet e bëra deri më sot që konstatojnë këtë të vërtet apo jo, sepse më mbrapa, mbase nuk arrita do ta kuptoj apo nuk e dëgjova mirë, ju thatë që akoma nuk është gjetur një fajtor dhe si pasojë e mosgjetjes së një fajtori nuk kemi një dëmshpërblim, pra duhet rihapur dhe një herë tjetër çështja. Doja të kuptoja në cilën nga këto dy faza ne gjendemi aktualisht. Besoj se ka dëgjuar avokati pyetjen e koleges për na orientuar sa më saktë në këtë fund emisioni. Po, avokat. Për kësaj përket zgjidhjes problemeve dhe situatës në cilën ndodhet çështja, rezulton domosdoshmëri çelja e rithëja e hetimit nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan duke rithëruar hetimin, duhet për të kryer hetim dhe për të marrë ato prova që janë provat munduara. Do të thotë që hetimi kryer nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan nuk është i plot pari dhe dyti nuk është i plot pikërisht për faktin se janë tejkaluar afate dhënat cilave ligjvonësi ka parashikuar që nuk mund vazhdojë procedimin penal më tej. Për sa i përket personave të cilët pra kanë kryer veprën penale. Por kjo nuk do të thotë që prokuroria kur pushon një çështje nuk duhet të qartësonte edhe pozitën e personit dëmtuar që në rast është pra Matilda Bufi dhe familja e saj. Nuk u dëgjua paragrafi i fundit. Rezulton pra që shtetat se Matilda Bufi ka humbur jetën. Dhe që të dëmshpërblehet shtetat se Matilda Bufi nga policia, duhet që në vendimin që do të marrë Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan, të përcaktohet qartë se cili është shkaku i vdekjes saj. Pasi në vendimin e Prokuroria shprehet që është kryer ky veprim hetimor, është përcaktuar drejtimi i qytetit, por nuk ka përcaktuar se nga kush pra është caktuar humbja e jetës. Megjithatë, këto zvarritje zoti Çausha shpresoi të mos tekalon në afatet ligjore për mosmarrjen e një dëmshpërblimi. Unë të falenderoj për gjithçka që sqarove drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Faleminderit edhe një herë avokat. Më duhet Esilda, ndoshta je shumë e paqartë, por për shkak të minutazhi zhvillimeve politike, kjo ishte sqarimi i avokatit. Megjithatë, ti tashmë e ke një pasqyrë të qartë për t'i orientuar sa më saktë këta prindër të cilët e kërkojnë dëmshpërblimin. E kanë kërkuar ndër vite, megjithatë, zvarritja ka çuar deri aty sa mund të humbisnin dhe afatin ligjor. Besoj se kjo ka qenë qëllimi, por që avokati e sqaroi shumë mirë në lidhje telefonike. Mund të më orientosh, të dëgjojnë me vëmendje dhe familja Bufi. Unë dua të bëj një premes, më vjen shumë keq që nga avokati mbi cilin për zhvillimin e çështjes që ka ndjekur, nuk arrita të marrë një përgjigje të saktë për sa i përket akuzës që i ngrehet policisë së shtetit, sepse në qoftë se hetimet, edhe pse kanë kaluar 20 vjet, vazhdojnë dhe akoma nuk ka një fajtor, më duket shumë e padrejtë që sot ne flasim dhe bëjmë fajtor policinë e shtetit, duke mos thënë se mund të jetë edhe policia e shtetit, por në qoftë se akoma prokuroria, pra organi hetues, nuk ka arritur në një konkluzion final në bazë të ekspertizave që ka kryer për momentin dhe që unë fatkeqësisht nuk i kam të pranishme, mendoj se nuk është e drejtë të akuzohet policia e shtetit përderisa ky konflikt ka qenë i dyanshëm, pra ka qenë nga furgoni i cili duhet të ndalohet dhe nuk i është nështruar urdhrit të ndalimit. Nga eksperimenti ka dalë që furgoni nuk ka pasur plumba, ka pasur vetëm granata dhe tymusa. Dhe nga pozicioni i furgonit, kur është bërë eksperimenti, nuk mund të qëllohej aty ku ishte dhe gjendej vajza. Pra, dihet pra nga eksperimenti i bërë, se është qëlluar nga policia. Nga policia, po nuk dihet ekzekutori, pra kush ka qenë funksionari i policisë në ato moment që ka qëlluar mbi vajzën. Tani, ne për momentin e kemi të qartë që vajza... A ka rëndësi të gjendet personi kur kërkohet dëmshpërblimi? Absolutisht jo, në kuptimin e asaj që aksidentale dhe shkruar nga policia dhe në këtë rast të shteti që duhet i përgjigjet familjes, unë mendoj se nga ana morale dhe nga drejtësia që duhet bëhet për Matildën, duhet gjetur kush është ekzekutori, edhe pse në një mënyrë zotërinjtë e thanë që nuk flitet për çështje asmërie, flitet thjesht për një aksident,
por mendoj se një punonjës policie që ushtron një armë duhet të ketë parametrat e ushtrimit të armës, e cila fatkeqësisht qëlloi dhe pësoi si pasojë Duhet të vite çështja e dëmshpërblimi i afatet, kalimi i afateve ligjore, rihapja e timeve çfarë do sillte dhe të gjitha shkresurinat që përmendi dhe rrështoi avokati pak më përpara në gjitha institucionet. Shpresoj dhe uroj që të kemi dokumentacion. Drejtuar këtë shkresë filan institucioni. Foli për shumë institucione, foli për shumë personazhe avokati dhe sinqerisht unë akoma nuk e kam të qartë në çfarë stadio gjendet çështja, në çfarë gjendje është çështja e lidhur me fashikullin dhe kërkimet që bëhen për çështjen konkrete. Megjithatë, orientimi jot ndërkohë avokatët... Orientimi im është të shikojmë nëse është marrë apo do merret gjatë kësaj kohës një vendim i formës së prerë dhe nga një moment do kërkohet një dëmshpërblim që do vlerësohet nga kush ka kompetencat e duhura për ti... Ndërkohë, unë që në minutën e parë kur ju përshëndeta thash do sillni një frymë europiane, eksperiencën e vendit fqin, jo më kot ditën e sotme kemi avokaten në zonjën Vanesa për të na thënë nëse kjo çështje do ndodhte në shtetin italian, nëse policia italiane do ishte në ndjekje të dikujt dhe padashje qëllonte një qytetarin e saj, ku do ishim pas 20 vitesh me dosjen? Okej. Një sekondë vetëm që të la polizia dello Stato italiano dopo 20 anni dall'accaduto, cosa avrebbe fatto in questo caso? Innanzitutto cerco di parlare lentamente perché così la mia collega può tradurre. Kërkoj që të flas me ngadalë në mënyrë që të jemi të kuptueshëm e të përkthejmë sa më qartë. È alquanto inusuale il periodo così lungo per poter avere poi una risposta ad un procedimento di tale importanza. Edhe pse nuk është e zakonshme që të kemi një proces kaq të rëndësishëm që vazhdon kaq gjatë. Mi ha lasciato molto, innanzitutto sono molto sorpresa di vedere in questo caso i familiari di una bambina così capaci di portare questa pazienza in un contesto di questo tipo, perché è veramente difficile, con rispetto e con pazienza, e quindi questo posso dire è difficile da vedere e per quanto mi riguarda ne vedo un grande valore. Shikoj një vlerësoj jashtëmase, thot prindrit e vajzës, që mbas gjithë këtyre viteve nuk janë lodhur së kërkuarit të drejtën për sa i përket humbjes së jetës së vajzës së tyre në të tilla rrethana. Mi rendo conto che gli istituti che abbiamo in Italia sono un po' diversi rispetto a quelli che esistono in Albania, pur essendo simili per molti versi. Institucionet që kemi në Itali e kuptoj, thot që për shumë gjëra janë të ngjashme me institucionet shqiptare, por për shumë të tjera filloj të kem dyshimet e mia. Qui ho sentito parlare spesso di colpa e quindi di non volersi accanire contro qualcuno, ma semplicemente di volere giustizia, e questo è quello che io ho ascoltato oggi. Këtu kemi folur për faj, pa pasur dëshirë për ta bërë këtë krim, pra për një incident. Ma il fatto di aver agito con colpa, quantomeno secondo le istituzioni italiane e anche secondo le istituzioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non significa non avere responsabilità e non significa non poter ottenere un risarcimento del danno. Por edhe në rast të një faji, le ta themi, të padëshiruar, pra e shtëna nga një nga një funksionar policie, edhe pse nuk është bërë enkas, kjo s'do të thotë që nuk duhet të ketë drejtësi dhe kjo nuk do të thotë që nuk duhet të ketë një dëmshpërblim në bazë dhe të dispozitave që parashikon Korte Europea e Drejtësisë. Sicuramente è meno facile individuare il colpevole nel corso di una sparatoria quando lo strumento d'assalto è appunto un Kalashnikov, però è impossibile a mio dire non riuscire ad individuare il soggetto agente considerando che ogni pallottola risponde ad uno strumento e ogni strumento risponde ad un poliziotto. Sigurisht të shtënat nga një Kalashnikov nuk është e thjesht që ti eksperimentosh ashtu siç duhet, por mendoj se çdo polic, të paktën në Itali kështu funksionon, ka një numër plumbash, pra një numër serial. Kështu që mjaftonte një ekspertizë e këtij plumbi për të thënë nga kush është nisur kjo e shtënë që ka Quindi a mio dire è impossibile non poter risarcire. Sipas me është e pamundur që mos të gjejmë kush
ka qenë ekzekutori i kësaj. Megjithatë përpjekja e këtyre prindërve ka qenë e madhe dhe unë dua të dal pak tek çështja e dëmshpërblimit. Dice che comunque questi genitori hanno fatto l'impossibile attualmente, comunque sanno che rispettano un risarcimento, cosa dovrebbero fare? Allora, in Italia e anche in giustizia, poi possiamo anche descrivere cosa succede eventualmente nella giustizia europea. In Italia accadrebbe che nel momento in cui viene individuato il soggetto agente, la responsabilità penale è personale, quindi il soggetto agente risponde personalmente o in subordine risponde la polizia in nome e per conto del soggetto agente e poi la polizia si può rivalere sul singolo poliziotto. Përgjegjësia penale në Itali, po ashtu edhe në Shqipëri është personale dhe në momentin që është individuar personi nga I cili ka nisur kjo e shtën, pra është vrarë vajza, përgjigjet personalisht, por edhe bashkërisht me institucionin e policisë. In questo caso, qualora non fosse possibile individuare un responsabile, ma è impossibile fondamentalmente. Edhe në qovë se nuk është e mundur, po për mua thotë është e pa mundur që mos dëgjondet individi nga arma e të cilit ka dalë ky plumb, por me të marrim rastin më të veçantë, më të pamundur, comunque la polizia. Duhet të përgjigjet gjithsesi policia dhe rrjedhimisht shteti. Questo deve accadere anche secondo la giustizia europea. Dhe sipas drejtësisë evropiane, kjo është ajo çfarë duhet të ndodhi. Quindi adesso bisogna capire quello che è lo stadio del loro procedimento. Mi pare di capire che sia ancora aperto. Infatti. Se il procedimento è ancora aperto, a parte che si può chiedere alla giustizia europea di poter insistere con lo Stato perché venga velocizzato questo procedimento. Tashi, me sa kuptoj, thot kolegja, vazhdon akoma gjykimi, pra nuk është mbyllur, nuk është marrë një vendim. Dhe në të njëjtë është rihapur hetimi. Hetimi, por nuk ka një vendim edhe për hetimet e mëparshme, pra nuk është mbyllur një proces gjyqësor. Dhe në qoftë se ky hetim është rihapur, familja mund të kërkojë dhe Kortes së të drejtave të njerëzve për të shtyr shtetin që të dëmshpërblej humbjen e vajzës. Me rihapjen e hetimeve hapet edhe çështja e dëmshpërblimit dhe në këtë pikë, me sa kuptova unë avokatin jemi me shkresa drejtuar të gjitha institucioneve dhe tashmë është ajo marrja e përgjigjes finalja që mund të ndodhi me këtë familje. Megjithatë, nuk e di se si janë shpresat e kësaj familje, nuk arritëm dot të pyesnim avokatin, megjithatë që nga dita e nesërme, çfarë duhet bëj Esilda kjo familje? Atëherë, unë mendoj se e para gjë që duhet bëj kjo familje, duhet të sqarohet dhe të ketë informacione sa më të qarta nga avokati që I kanë ndjekur, sepse ka parë të gjitha proceset si kanë vijuar dhe në qoftë se ekziston mundësia, ashtu siç tha dhe kolegja, ne kemi kontaktet tona në gjykatën e të drejtave të njerëzit dhe vjemi në dispozicion të plot duke njohur dhe problemet ekonomike të familjes, ti marrim përsipër pas një lloj shpenzimi dhe ti drejtojmë drejtave të njerëzit, flasim për gjykatën e Strasburgut apo jo? Po, eksaktësisht po. Pra zyra juaj avokatore tashmë punon në Bergamo dhe studion paralele e keni edhe në Tiranë. Megjithatë, pa e zauruar të gjitha shkallët gjyqësore shqiptare, tashmë nuk mund të kalojmë, ju e dini, në gjykatën e të drejtave të njerëzit në Strasburg. Në gjykatën të duhen 6 muaj nga momenti që është mbyllur procesi në vendin në shtetin përkatës. 6 muaj mbasi të mbyllet. Megjithatë shpresat ende vazhdojnë në Shqipëri. Ju sugjeroni që nëse Shqipëria është tallur dhe shteti shqiptar me këtë familje prej 20 vjetësh, atëherë ju ofroni konsulencën tuaj tek gjykata e të drejtave të njerëzit në Strasburg. Me shumë dëshirë dhe ju falenderoj. Kjo është gjëja më e mirë që mund t'i ofroni kësaj familjeje. Unë ju falenderoj për pritjen e gjatë që patëm ditën e sotme, por tek e fundit e morëm më në fund edhe një dritë shpresë nga ana juaj për ta marrë këtë çështje dhe për ta orientuar jashtë kufijve të Shqipërisë, megjithatë pse jo, në bashkëpunim edhe me zotin Çavushaj brenda kufijve të Shqipërisë dhe gjykatave shqiptare. Do ishte shumë nevojshëm. Do ishte nevojshme. Faleminderit për mbështetjen. Angel, fjala fundit e jotja. Faleminderit shumë që Matilde së ndjerë të gjendet fajtore dhe një farë mënyrë ti lehtësoj dhimbjen prindërve, dhe ajo të pretë që atje ku është. Faleminderit Angji, duke ju falenderuar edhe ju për pritjen e gjatë, për shkak të zhvillimeve të fundit politike në vend. Unë ju falenderoj, ju uroj me gjithë shpirt, ndihma e 2 avokatëve tona rezultoi suksesshme, tashmë edhe në bashkëpunim me zotin Çavushaj, që e patëm më përpara në lidhje telefonike, edhe brenda vendit ato i japin konsulencën e tyre dhe ndihmën e tyre, duke u parë edhe gjendjen tuaj financiare se ku ndodheni, shpenzimet e jashtëzakonshme, keni rënë prej
mashtrime të sekserve të ndryshëm dhe nuk e keni zgjidhur më në fund të hallin e dëmshpërblimit tuaj. Nuk u thanë shumë nga historia juaj, por unë shpresoj të më riktheheni fitimtar në këtë studio. Keni diçka tjetër për të më thënë në këtë fund emisioni, zonja Xhavajere? Jo për falenderime, keni një thirrje të fundit nga ky studio. Zoti, zemër dhe shpresë. Vetëm tek Zoti mban Zoti bashkim, Zoti mendon ju. Zoti mendon për ne, për dhe shtetit dhe ju i falenderoj shumë dhe ato zonjat për ndihmën e ofruar. Për ndihmën që na afrojnë. Falenderoj edhe një herë që ndatë pikërisht këtë histori, të cilën nuk e keni lënë kurrë edhe mediatikisht të mos e ekspozoni. Megjithatë, unë shpresoj që të kemi një fillim sa më të mbar të kësaj çështje, ashtu si na tha avokati juaj, por edhe mendimi i psikologës dhe i dy avokateve tona. Ndajemi këtu, miqtë mi, nga ky transmetim i drejt për drejt. Faleminderit që na ndoqët ditën e sotme. Vazhdoni na shkruani mendimet dhe opinionet tuaja në faqen tonë të Facebookut emisioni me zemër të hapur. Në këtë faqe Facebooku bëni dhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të kësaj studio. Ndërkohë, çdo histori që nuk keni mundësi të na ndiqni drejt për së drejti në televizionin News 24, keni mundësi ta gjeni edhe në agjencinë e lajmeve Balkan Web. Faleminderit Balkan Web. Bashkë takojmë nesër në mesditë me një tjetër realitet shqiptar, me një tjetër histori njerëzore. Deri atëherë, miru takofshim.